Sot e ndëgjum një propozim për plotësim ndryshimin e rendit ditës dhe ne me procedurë të përshpejtuar qeveria po na i sjell dy draft ligje që prekin bazamentin strukturor, juridik dhe organizativ, ekonomik të sektorit të energjisë. Ju një dëshmitar gjithë si ne që sot i tërë globi tem adekuate e ka energjin. Deri në shkallën e luftëra frontale për burime energjetike dhe asetet e tyre. Ndërsa ne sot, në vend që ta kemi tem debati, mënyrën e organizimit, menaxhimit, daljes nga kjo krizë globale, maksimalizimin e resurseve tona, harmonizimin me politikat vërtet reale zhvillimore të vendit në rend të pare, pastaj me institucione tjera ndërkombëtare, ne na sjellet një paketë ligjeve ku komplet baza juridike, ekonomike, organizative e sektorit centralizohet, jashtë çdo parimi etik në raport me kohën, me tregun e punës, me zhvillimet globale, po mbi gjitha me interesin tonë nacional, sepse energjia është interes nacional i shtetit tonë. Dhe ne jemi për reformë, Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, besoj dhe duhet ishim gjithë bashkë për një reformë të mirëfillt institucionale në këtë sektor. E që qeveria që sot e sjell me procedurë të shpejt e ka pas këtë mundësi tash e 6 vjet me bo. Dhe nuk e ka bon asnjë hap, se ka qenë interesuar për tregti, për import. Sot qeveria në ditët e saj të fundit të normalitetit saj institucional, apo jo normalitetit, thot hajde të bëjmë reformë pa e lexu ligjin, pa e lexu strategjin, pa e pa ligjet bazike, pa e pa synimin dhe qëllimin e kësaj iniciative. Me procedurë të shpejt, thot regulatorin mbyllne. Jep një kompetencat maksimale njëherë për hartim, planifikim dhe miratim, fuqizo, pastaj bartiktohet e ministria në heshtje. Nuk ka vend në rruzllën evropian, ndërhyrje më flagrante në regulator se çka bën kjo qeveri me këto draft ligje që i ka prunë. Lexoni nenet, i kam gjitha për hir të kohës dhe debatit për kurse. Po bezet e shareve që mas ne po në prolongohet shumë seanca. Mirë, për 2 ligje, në rregull, atëherë jep një edhe 2 minuta kohë, lutem. Pra kena 2 ligje, njëri e sublimon regulatorin dhe tjetri e sublimon kekun, këtë praktikisht kostin. Shiqoni, po e zhvesh kuvendin këto ligje nga kompetencat mbi kostin, po ja bart Ministrisë së Infrastrukturës. Dhe Ministri i Infrastrukturës nuk është këtu. Ju prezanton ministra që ja ka shkruar këtij ministrit projekt ligjin për kostin. Kostin nuk i raporton kuvendit më në bazë ligjeve që i kemi, po e vën dorën politike në gjithë sistemin. Dhe ju tham me përgjegjësi të plot, nëse ne japni mundësi me bë debat, edhe ju një pjesë e madhe e tyne nuk keni mu pajtu me këtë. Shihni ligjin mbi kostin, shihni kompetencë ku i po mbetet nga ky draft ligj, shihni pse Ministria e Infrastrukturës do të me kontrollu kostin, e kostin e kanë marrë me rentabilitet sa të kanë prunë këtë gjendje. Regulatori dhe kosti dhe tërë sistemi energjetik po monopolizohen, po centralizohen, po diktohen dhe nuk do të kemë politika qarta zhvillimore, po avansohen kompani dhe biznese dhe interesat të cilat nuk guxojmë si kuvend me i toleru e me i monopolizu këtë sektor vital të shtetit tonë. Prandaj ju bëj ftesë, lexoni nenet, lexoni ligjin, lexoni asetet për ligjin për energji, lexoni nenin vetëm një ju kisha lut. Nenin 26 të ligjit për energji. Jeni kthy në 2006-ën. Jeni kthy ku i bart një asetet kompanive private. Jeni kthy atje ku preket struktura organizative e infrastruktura kritike e sektorit. Ku ka vend që ja bart asetet për 99 vjet një kompanie private si që keni në nenin 26.3. Lexoni dhe e prekni. Prandaj pse i kthyn në 2006? Kanë po favorizoni.
Ju lutem, mos një kështu sepse domi është jashtëzakonisht. Ulun vend deputet se e ke përfundu fjallën.